Humbja e mbrëmshme e Shqipërisë 2-1 ndaj Polonisë ka ngjallur debat të madh edhe në opinionin publik. Si në çdo ngjarje me rëndësi kombëtare, edhe në këtë rast opinioni është pozicionuar në dy kahe. Ka nga ata që mendojnë se cikli i Sylvinios ka përfunduar, ndërsa të tjerë shprehen se trajneri bëri gjithçka mirë për të fituar ndaj polakëve. E pikërisht në këtë debat verbal kanë përfunduar Pano Soko dhe Gjergj Petro. Eksperti ekonomisë dhe antari i Komitetit Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit kanë qasje të ndryshme sa i përket 90 minutave të Varshavës. Soko shkruan se Sylvinio duhet të largohet, ndërsa Petro i thekson se analiza për performancën e trajnerit nuk bëhet në një ndeshje. Ndërsa në fund, e fton që të qëndrojë te fusha e ekonomisë, aty ku ka shkëlqyer gjithmonë, dhe jo të nxjisë opinionin për çështje që nuk kanë të bëjnë me fushën e tij profesionale. I pari që shkruante ishte Pano Soko menjëherë në përfundim të ndeshjes së kombëtares. Sylvinio duhet të largohet, boll më me mbrojtjen poshtë, ma shpif totalisht. Nuk dim të dalim para, jemi të avasht, bëjmë pasime shterp. Luajmë pas një plan. I vetmi plan që kemi është të bëjmë 10 pasa mbrapa dhe të nisim top të gjatë me shpresë se inshallah ju rëshket topi atyre. Futboll totalisht patetik dhe i shëmtuar. Dhe nuk jemi dot as pragmatist. Duam 10 raste të bëjmë një gol. Ndërsa Kosova është një super ekip. Është ekipi që i ngjan më shumë Liverpoolit të Klopp. Vrapojnë, pasojnë vertikal, triblojnë, e din si do shkojnë te porta, me të kënaq syrin. Nëse do kishte pasur shortin ton të play-offit, do ishin të sigurt në botror. Inshallah kalojnë Turqinë, se vërtet luajnë futboll që të kënaq. E pikërisht në këtë status të tij, antari i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, Gjergj Petro i komentonte: "Aman të keqen se na habitet me këto mendime. Direkt dilni në analizën të hiqet trajneri. Por i mirë aty te ekonomia o zotej. Si mund t'i japësh këto ide që nuk kanë lidhje me fushën tënde, por thjesht një hobi? Nga pikpamja taktike, ishte çdo gjë perfekt, apo do të gjeni ju shqipot gjithmonë një gjë që të dilni te heqja e trajnerit? Prandaj nuk bëhemi ne se ju kemi ju gjithologët që flisni edhe për ekonominë, politikën, luftën në Iran, seksin, abetaren, krimin, korrupsionin, çështjet sociale, ping-pongun, basketbollin, e pastaj pasi flisni për gjithçka, dilni te futbolli si ekspert. Keqe më keq do të katandisemi me ca si ju që qorodisni njerëzit sepse u jepet hapësirë gjithandej." Kujtojmë që Shqipëria u mposht mbrëm në Varshavë me rezultatin 2-1, takim që eliminoi nga play-offi i botrorit Amerik 2026.